Për besimtarët ortodoks të qytetit të Shkodrës, e diela para Krishtlindjeve, 21 dhjetor ishte një ditë festive dhe kremtimi. Në këtë ditë, në katedralen e qytetit që mban emrin e lindjes së Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, erdhi fortlumturieti, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Im Zot Joani, për të meshuar për herë të parë në Shkodër si kryepiskop në katedralen Lindja e Krishtit. Historia e komunitetit ortodoks në Shkodër ka kaluar peripeci të shumta, duke u ndalur këtu me prishjen e kishës në kohën e komunizmit që këtu nisi më herët në vitin 1962, por dhe me ardhin e demokracisë, vështirësitë nuk munguan. Komuniteti ortodoks këtu nuk ju rikthye prona e dikushme e kishës së vjetër tek shtëpia e oficerave. Por me kujdesin dhe mbështetjen e kryepiskopit të ndjer Anastas, ndërtimi i parë në vitin 1996 ishte një kishë prej druri. Në vitin 2000, patriarku ekumenik Vartolomeu i parë vendosi gurin e parë të themelit të kësaj kishe katedrale për të përfunduar më pas në vitin 2003. Në 22 qershor të vitit 2014, kryepiskopi ndjer Anastas kreu shërbesin e shenjtërimit të kësaj kishe madhështore, e cila është projektuar nga zyra teknike e kryepiskopatës dhe që i përket stilit bazilik me kupol, ku në krahun jug perëndimor lartësohet këmbanoria e shkëputur nga bazilika. Një tjetër institucion i rëndësishëm i kishës sonë ortodokse në Shkodër është edhe funksionimi i kopshtit për fëmijë të vegjël. Shkodra njihet për bashkëtesën dhe tolerancën mes komuniteteve fetare. Në vitin e mbrapsht 1997, kur njerëzit mbanin armë në duar, krerët e komuniteteve fetare për gati një muaj e rresht këtu dilnin rrugëve të Shkodrës në marshim paqe, duke u lutur njerëzve të hiqin armët nga duart e tyre, duke u bërë kështu faktor kontribues i rëndësishëm i revendosjes së paqes dhe tolerancës në qytet. Liturgjia hyjnore u kryesua nga kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fortlumturia e tij Im Zot Joani. Prej qielli, o Zot, shtjere syrin dhe shiko, dhe vizito dhe rregullo këtë vresht të cilën e ka mbjellur dora jote e djathtë. Si në çdo liturgji, kryepiskopi Joan kujton hierarkët e paharruar, kryepiskopin Anastas, mitropolitët Ignat dhe Dimitër dhe episkopin Kozma. Kryepiskopin Anastas, mitropolitin Ignat, mitropolitin Dimitër dhe episkop Kozmaj, të gjithë kryepiskopët, peshkopët dhe priftërit e kishës sonë që kanë ndruar jetë, ndërtuesit e lumur dhe gjithmonë kujtuar se kishë të shenjtë, ata që kanë rënë fli për fe dhe për atë dhe, të gjithë etrit dhe vëllezërit tanë që kanë fjetur me shpresëngjallje për jetën e pasosur, i kujtoftë Zoti Perëndi në mbretërinë e tij gjithnjë, tani e për herën e jetë të jetëve. Amin. Në predikimin e tij, Zoti Joani ju drejtua klerit dhe popullit besimtar me këto fjalë. Mbas 30 vjetësh, vi përsërit për të meshuar në Shkodër me gëzim. Dhe në pra Krishtlindje, me qenë se dhe kisha ka i kushtohet lindjes së Krishtit, kisha në urtësinë e saj na përgatit ne për festën e Krishtlindjes. Të dielën që kaloi folëm për paraetrit e Zotit. Dhe sot kemi gjenealogjinë e tij. Përse kisha kërkon që të përgatitet? Sepse çdo ngjarje e madhe kërkon një përgatitje. Si mund ta kuptojmë ne që ai është shpëtimtari ynë, nëse ne nuk kuptojmë nga çfarë na ka shpëtuar? Nëse realisht ne do e kuptojmë nga çfarë na ka shpëtuar, jo vetëm thjesht përgjithësi, nga ana intelektuale, por në jetën e çdo njeriu, në jetën e tij personale, atëherë do e duan Perëndin shumë. Shenjtorët e donin Perëndin sepse e kuptonin se nga çfarë i kishte shpëtuar. Prandaj dhe kisha na përgatit ne për këtë gjë. Në 10-ën e vjetër është një episod. Përpara se Perëndia të jepte ligjin Mojsiut, i kërkon që të thot popullit që të përgatite. 3 ditë agjërojnë, rrinin larg grave të tyre, pelanin rrobat
e të afroheshin afër malit, sepse vetëm Mojsiu do ngjitej në malin e sipër. Ne në pritjen e Zotit duhet bëjmë një përgatitje akoma më të gjatë. Tani edhe kisha ka vendosur një kreshmë 40 ditore. Dhe kreshma nuk është çështje diete. Hajt ky ushqim, sa hajt e ushqim, është një pjesë e kreshmimit. Kreshmimi më i thellë dhe më i rëndësishëm është kreshmimi shpirtëror. Gjë që do thotë syt kreshmojnë, mos shohin skenat pahishme, veshët jenë të kujdesshëm, mos dëgjojnë thashë thajme dhe shpifje, goja të jetë e pastër, që mos përhapi përgojime dhe gjërat e tjera. Ky është kreshmimi më i rëndësishëm, kreshmimi shpirtëror, që dal nga dal fillojmë ta pastrojmë zemrën, mos të lajmë vetëm rrobat nga jashtë, po të lajmë rrobën e shpirtit, që të jemi në gjendje për të pritur lindjen e Perëndisë. Në gjenealogjinë, nëse e dëgjuat, në fillim duket pak si habitshme. Përse kisha ka zgjedhur pikërisht këtë lexim përpara se ne të festojmë Krishtlindjen? Duket në fillim ato emra janë ndoshta të pakuptueshëm për ne se janë hebraisht, por nëse do i shohim gjithë kuptimet e emrave, do kuptojmë që është historia e shpëtimit tonë, është historia e paraardhësve të Zotit. E para na tregon që Zoti lindi në mish. Perëndia i amshuar, biri i Atit përjetshëm, erdhi dhe u bë si njëri nga ne për shpëtimin tonë. Dhe gjithë emrat, nëse dikush do i lexojë në hebraisht e do kuptoj kuptimin aty në emrave, tregon dhe përgatitjen që është bërë në shekuj për pastrimin e racës njerëzore, derisa sa e tërshenjta lindi Krishti. Emrat e tyre na tregojnë dy gjëra. Na tregojnë përmbushjen e profecive. Gjithë profetët që kishin predikuar për lindjen e shpëtimtarit, pikërisht për janë edhe në këto emrat e këtyre paraardhësve të Zotit. Dhe për më tepër na tregojnë diçka shumë të rëndësishme. Diçka që duhet ta mbajmë gjithë në vesh gjithmonë. Nëse do e lexoni me kujdes, në gjenealogjitë hebreje nuk përmendeshin gratë asnjëherë. Në këtë gjenealogji ne kemi 4 gra që përmenden. E këto 4 kanë një histori të veçantë, është. Tamara bëri incest. Rahabi ishte prostitut. Ruthi ishte një e huaj, që për Izraelin atë kohë i huaj i pagani ishte diçka që nuk mund të afrohej. E ëma Solomonit, gruaja e Davidit, që lindi, bëri shkelje kurore. Dhe Davidi vrau Urian, burrin e saj, për ta marrë atë për grua. Përse kisha e ka regjistruar pikërisht këtë? Pikërisht për ta treguar ne që Zoti erdhi për të shëruar të gjithë, të shenjtët, të drejtët dhe ata që janë mëkatarë. Dhe natyra njerëzore është e prekur nga këto gjëra. Në çdo familje, në çdo fis, në çdo gjë ka pasur njerëz të ndryshëm, të drejtë dhe të padrejtë, njerëz që ishin bujar dhe njerëz që ishin koprac, njerëz që ishin me zemër shumë të madhe dhe njerëz që ishin zemër ngushtë, njerëz që ishin shenjtor e njerëz që ishin mëkatar. Zoti erdhi për të shëruar të gjithët, për të përfshirë gjithë natyrën njerëzore, sepse në natyrën njerëzore ne shikojmë rënien e saj. Për të kuptuar ardhin e Zotit dhe arsyeën pse biri i Perëndis u mishërua dhe u bë njeri si njëri nga ne, siç themi në simbolin e besimit, që për ne dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qiellit dhe u trupëzua prej Shpirtit Shenjtë dhe Virgjëreshës Mari. A nëse e themin besore, do thotë që kjo është ajo që besojmë ne. Dhe historia e kësaj është e gjatë. Prandaj edhe në gjenealogjinë e Shën Lukës shkon deri tek Adami. Historia ishte e shkurtër, por shumë kumtim plot. Njeriu u shkëput nga Perëndia. Mendoi që mund bëhej si Perëndia pa Perëndin. E kjo ka qenë gënjeshtra e parë. Kur i ligu i sugjeroi atyre që ju nuk do vdisni, po të shkelni urdhërimin e Perëndisë, pa ai nuk do që të bëheni si ai. Dhe njerëzit në krenarinë e tyre menduan që mund ta realizonin vetë atë gjë, të bëheshin si Perëndia, po pa Perëndin. E kjo gënjeshtër ka vazhduar vazhdimisht, edhe në ideologjitë e fundit, kur njerëzit menduan që do të ndërtonin parajsën mbi tokë, po pa Zotin, në fakt ndërtuan ferri, çdo gjë që kanë bërë njerëzit për ndërtuar diçka të lumtur në këtë botë, siç mendonin ata, po duke përjashtuar Perëndin, do sjellin të kundërtën e asaj, sepse ne nuk mund ta bëjmë këtë pa Zotin. Në Ungjillin e Shën Johanit, Krishti thotë të fjalë:
pa mua s'bëni dot asgjë. Nuk thot që do bëni disa gjëra të vogla, por nuk bëni dot asgjë. Ne nuk mund ta ndërtojmë asgjë nëse Perëndia nuk do jetë pranë nesh. Nëse Perëndia nuk ndërton, shkruan psalmisti, më kot përpiqen ata që ndërtojnë. Dhe shpeshherë ndodh kjo gjë. Përpiqen njerëzit, bëjnë gjithçka, ndërtojnë, nëse nuk do jenë vlerat që vijnë nga mësimi i Zotit, ata nuk do qëndrojnë, do shkërmoqet e gjitha. Prandaj dhe Ungjilli i sotëm dhe Ungjilli vazhdimisht që lexojmë ne na kujton pikërisht për këtë gjë, që ne nuk mund shpëtonim dot vetëm nga vetja jonë. Dhe njerëzit duke u shkëputur nga Zoti, nuk është vetëm thjesht kuptimi legalistik, që bën një gabim, do shlyesh gabimin dhe mbaron. Ishte një shkëputje e një marrëdhënie. Njerëzit u shkëputën pikërisht nga Perëndia, e duke u shkëputur natyra njerëzore, e cila ishte krijuar për të qenë e përjetshme, u ndryshua, u dobësua. Gjë që thot atë që kishte thënë Zoti që nëse do hani nga ajo gjë do vdisni, ndodhi me të vërtetë. Njerëzit tani mund të vdisnin. E natyra e rënë që trashëgon çdo njeri nga ne është pikërisht natyra që Zoti erdhi për ta ringritur përsëri. Zoti u bë si njeri nga ne për të restauruar përsëri natyrën tonë të rënë, sepse ne nuk mund të restauronim dot. E nëse lexojmë emrat e gjenealogjisë, do shikojmë të shpresë të vazhdueshme. Në gjithë botën, në mënyrë të trubull apo të qartë, ekzistonte gjithmonë shpresa dhe dëshira për ardhjen e një shpëtimtari. Por tek populli i Izraelit, Zoti e bëri më të qartë atë. Zoti thirrri Abrahamin për të krijuar një popull që të ishte dhe ta mbante memorien e Perëndisë, sepse popujt e tjerë kishin humbur atë gjë, dal nga dal ishin larguar nga ajo. Dhe Zoti erdhi dhe u bë si njëri nga ne, pikërisht për ta ringritur përsëri. Nëse do e ndjejmë të në shpirtin tonë, jeta jonë do fillojë të ndryshojë. E duhet kuptojmë që njerëzit kanë nevojë të gjithë, dhe ata që mendojnë se janë të drejtë. Ndoshta mund të jenë të drejtë krahasim me disa të tjerë, po pranë Zotit nuk duken ai shumë të drejtë. Dhe një nga shenjat më të mëdha të shenjtarëve është pikërisht kjo gjë, që ata fillojnë dhe kuptojnë që diçka nuk shkon mirë brenda tyre. Kuptojnë që janë mëkatarë, kuptojnë që janë të smur. E duke kuptuar që janë të smur, ata e kërkojnë mjekimin. Dhe Ungjilli është mjekim. Të gjithë porositë që jep Zoti janë për të mirën tonë, dhe ndalesat e shumta, mos vill, mos vrit, mos bëj shumë gjëra, mos shkel kurorën, nuk janë për të na dënuar ne, po janë për të na çliruar ne. Gjithmonë duhet kemi parasysh që shumë pengesa nuk janë për të penguar lirinë tonë, po janë për të na dhënë lirinë e vërtetë. Jep gjithmonë si shembull një diçka. E shikoni rrugët malore që kanë ato muret anash, ata nuk janë për të kufizuar lirinë e shoferit, po janë për ta mbrojtur që mos bjerrin gremin. E njëjta gjë janë gjithë porositë që jep Zoti, janë për ta mbrojtur ne që mos biem në gremin, duke shkelur porositë e Zotit, e duke hequr këto nga jeta jonë e përditshme. Shikoni si është bërë bota sot. Dashuria është larguar, gjithë kundër të gjithëve, ambicie, zilira, egoizëm, vetëm për vete të gjithë. Një krishter nuk mund të jetë vetëm për vete. Që në shekullin e 2 Tertuliani në Rom shkruan këtë fjalë: unus Christianus, nullus Christianus. Një krishter vetëm për vete nuk është i krishter, sepse ne jemi qenie komunitare, do thotë që ne jemi pjesë e një komuniteti. Nuk mund të jetë dot njëri mirë e tjerë të jenë keq. S'mund të ndodhi kjo gjë. Familja është bërthama e komunitetit. S'mund të jetë njëri në familje mirë e tjetri të jetë keq. Fëmijët mund të jenë mirë diku në një vend, prindrit janë braskisur vetëm këtu. Asnjëri s'mund të jetë mirë, nga ata të dy s'mund të jetë mirë. Duke qenë qenie komunitare, ne kemi përgjegjësi për njëri tjetrin. Prandaj dhe Zoti erdhi për të dhënë ndërgjegjen e plotë të njeriu si një qenie komunitare. Ne kemi përgjegjësi, jo vetëm thjesht për jetën tonë, po dhe për jetët e njerëzve që janë rrotullesh. Mos e dëgjoni shpeshherë teoritë që kanë dalë sot në botën moderne. Është jeta ime, bëj çfarë dua, është trupi im, bëj çfarë dua. Jeta e para nuk është e jotja, është një dhuratë nga Perëndia. Dhe e dyta nuk është vetëm e jona, sepse jeta e një fëmije prek jetën e prindërve. Jeta e prindërve prek jetën e një fëmije. Ne jemi të pandarë nga njëri tjetri. Prandaj dhe nëse bëhemi egoist vetëm për vete, do bëhet kjo botë që shohim ne sot. Të gjithë vetëm për vete, e të gjithë kanë mbetur vete. Dhe një qenie njerëzore nuk mund të jetë e mbushur plot duke qenë vetë. Ne jemi pjesë e një komuniteti. Edhe nëse do jemi vetëm fizikisht,
përsëri jemi pjesë një komuniteti më të gjerë. E Zoti erdhi pikërisht për ta ngritur këtë gjë. E mesazhi i Krishtlindjes pikërisht kjo është që Krishti hapi rrugën për restaurimin e gjithë secilit nga ne. Që do thotë gjithë secili nga ne duhet filloj të pastrojë zemrën e tij. Mos maj dëshira dhe mërira në zemër, mos ketë smir për tjerët, mos ketë inate për njerëzit që janë rrotull ti, dhe më e shumta, ai jo vetëm thjesht që duhet të dojë ata, po duhet të përpiqet dhe të ndihmojë. Nga mënyra se si ne do sillemi me ta afërmit tan, do varet edhe e ardhmja e jonë. Nëse do lexoni në librin Ungjillin e Shën Mateut, paravolinë e gjyqit fundit, po jep shembulltyrën e gjyqit fundit, kriteri i gjykimit nuk ishte a ke studiuar teologji, a e njeh gjithë shkrimin e shenjtë, po ishte a ke dashuri në shpirt. E Zoti thotë këtë fjalë: isha i zhveshur dhe mveshur, isha i uritur dhe më ushqyet, isha në burg dhe spital dhe të mpat, dhe të drejtë do befasohen, do thonë Zot, kur të pamë ti bëm gjitha këto gjëra. Dhe ai thotë, atyre që ju keni bërë, thotë, me keni bërë mua, sepse Zoti identifikon veten me njerëzit që janë nevojtë. Kur kisha thret gjithmonë, e përpiqet të ndërgjegjësoj gjithë për ndihmuar nevojtarët, është pikërisht për të mirën tonë. Shënë janë gojartë i thonë të këtë fjalë: doni të lani mëkatet tuaja, që padyshim keni shumë, siç kemi gjithë, thotë, po thotë. Shkoni, thotë, dhe gjeni kudo njerëz që janë nevojë, të varfër dhe në merim dhe ndihmojeni ata, dhe falenderoni ata, të cilët ju japin mundësinë ju për të shlyer një pjesë shumë të madhe të mëkateve, jo për të qenë krenar, se po i ndihmojmë. Pse e thonte këtë gjë? Sepse pikërisht ishte porosia e Zotit dhe mënyra e gjykimit si na gjykon e Perëndia. Nëse nuk kemi dashuri në shpirt, do thotë që nuk kemi restauruar. Ajo që përbën një njeri të plot është njeri që është mbushur me dashuri për gjithë njerëzit që ka. Fillon me familjen, e shtrihet akoma dhe më gjerë. Në botën e sotme është paksuar dashuria. Njerëzit nuk duan të dinë më për njëri tjetrin dhe prandaj kanë një jetë mjeruar, sepse i vetmuar nuk mund të ndihesh dot i plot. Ne jemi qenie komunitare. E përsëris këtë sepse është shumë e rëndësishme për një krishter. Ti krishteri nuk është vetëm për vete. As kisha nuk është vetëm për veten e saj, është për gjithë të tjerët. Çfarë mundësie që të ketë, duhet ta ndajë me gjithë të tjerët. A nëse do të festojmë Krishtlindjen në këtë formë, atëherë do fillojmë dhe të kuptojmë ne mesazhin dhe misterin e mëshirimit të Zotit. Nuk është lehtë ta kuptojë njeriu këtë gjë. Ja, përmenda pak më parë në gjenealogjinë që midis së tyre kishte edhe shumë njerëz pa drejtë dhe mëkatar. Sepse Zoti pikërisht këtë mori, natyrën e shtrembëruar të njerëzve për ta drejtuar përsëri. Dhe neve do të përpiqemi pikërisht për këtë gjë, për sa kohë që mendojmë që jemi të drejtë, e jemi në rregull, këtu është problemi. Shenjtorët kuptuan që nuk ishin në rregull. Dhe ju tregoj shpesh njerëzve disa episode shumë të rëndësishme. Kur Isaia, profeti Isaia, pa vizionin e madh, ku pa mbretin e lavdis në fron, çfarë tha me veten e tij? Tha, mirë unë, njëri me buzë të ndyra pash mbretin e lavdis. Çfarë tha Shën Pietri kur kuptoi që në personin e Jezusit Krishtit është vetë Perëndia? Largohu prej meje Zot, sepse jam mëkatar. Përse këta shenjtë shumë të mëdhej thonë këtë gjë për veten e tyre? Sepse nëse ndriçohemi nga drita e Zotit, do kuptojmë që nuk kemi ai shumë dritë. Ne ndoshta mund të mburremi se mund të jemi më të mirë nga disa njerëz që shohim rrotullnesh, por në krahasim me Perëndin, të gjithë kemi mira njolla që janë brenda. Por që të shohim këto, duhet ta pastrojmë zemrën, e ta ndezim dritën brenda shpirtit tonë. Ja shikoni edhe në kuptimin fizik. Nëse do dalë një rrezë drite e do futet në kish, do shikosh mira grimca pluri. Me kurse kur nuk ka dritë, duket se është e pastër. E njëjta gjë ndodh me shpirtin tonë. Prandaj dhe Krishtlindja është një thirrje, një përgatitje për ta pastruar zemrën tonë, që me zemër të pastër ta presim lindjen e Krishtit edhe në zemrat tona. A nëse do ndriçojmë në zemrat tona, do kemi edhe fuqi për ndriçuar dhe njerëzit që janë rrotull. Një kandil i fikur nuk ndriçon. Prandaj dhe Krishtlindja është një dritë për të ndezur kandilin e shpirtit tonë e për ta përhapur atë dritë, jo vetëm në jetën tonë, por në jetën e të gjithë njerëzve që janë rrotull nesh. Amin.
Në përfundim të liturgjisë synore, Atë Aleksandër Petani përshëndeti dhe falenderoi kryepiskopin Joan për vizitën dhe mëshimin e tij në katedralen e Shkodrës. Nderuar përtundëri, faleminderit që më dhatë fjalën sot për të përshëndetur besimtarët tanë ortodoks. Jeta Kishë Ortodokse ka qenë një jetë e vështirë për të ndërtuar këtu në Shqipëri. Po ja që Perëndia desh dhe Kisha Ortodokse u ndërtua, nuk u donte vetëm para, po u donte edhe bekim. Unë duhet të tregoj vetëm një diçka të shkurtër. Kjo kishë, kur ne sot bëjmë këtë liturgji të shejtë hynore nga përtlumtëria e tij Joan, i dedikohet 4 grupeve. Në radhë parë, përtlumtërisë që kanë ruar jetë dhe shpirtin e tij, po shohën parrisë. Pastaj, në këmbgulin e madhe, shumë të madhe, të përtlumtërisë Joanit, u bë mujtën që mbrana 24 orëve ky vend këtu të blihet nga Kisha Ortodokse. Faleminderit për lumturi që na ke bërë këtë qytet të bukur, mallështor, që quhet edhe Shkodra djepi i kulturës, na ke bërë me një kishë kaq të bukur, kaq të mrekullueshëm, ku kanë mundësi dhe besimtarët ortodoks të luten, të falen dhe të shëtrohen, të marrin kulmimin në dietet e dielëve. Pra, ju falenderoj shumë nga zemra që erdhët sot në Shkodër, keni ardhur në shtëpinë tuaj, në shtëpia juaj. Duhet të vini sa më shpesh, sepse kjo tokë ka nevojë për njerëz të shëjtë. Më pas, kryepiskopi Joan kreu takimet me autoritetet vendore dhe krerët e komuniteteve të tjera fetare. Takimin e parë e kreu në Bashkinë e Shkodrës me kryetarin e saj, zotin Benet Beci. Shkodra ju dini që është simbol i harmonisë fetare dhe për këtë janë të gjitha fetë që ndikojnë. Edhe në rastin tuaj do t'ju falenderoj edhe popullin për arsye sepse kemi pagjet gjithmonë gjuhën, mirëkuptimin, dashamirësinë, edhe mirësinë për të qenë në këtë komunikim tonë përbashkët edhe me shumë sinqeritet, të gjë edhe vlerësoj shumë ndikimin pozitiv në marrëdhëniet tona të shkollës. Këtu harmonia ndërmjet komuniteteve përshëndetësh planin etik. Është dhe në sigurinë kombëtare. Dhurat vogël simbolike japin njerëzit të Shkodrës për një filigram në argjend që është një shenjë që ne duam që ta mbanim simbolikën e Shkodrës. Po ne gjithë biçikleta edhe që ta mbanin në tryezën tuaj si një kujtim për vlerësimin edhe respektin ton për vlera e vërtetë e dhuratës nuk është e dhurata, është e dhuruesi. Faleminderit. Faleminderit. Më pas, kryepiskopi Joan zhvilloi një takim me muftiun e Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, ku u ndalën në bashkëtesën dhe tolerancën fetare që komunitetet fetare në Shkodër japin shoqërisë son dhe një mesazh pozitiv mbar botës. Jam shumë i gëzuar për këtë vizitë fort lumturisë së tij, Joanit, kreu të Kishës Ortodokse, autoqefale të Shqipërisë. Edhe patjetër që kjo vizitë që përkon edhe me atmosferën e begat të këtyne mujve të mirë. Ne sot kemi filluar atmosferën e 3 mujve të mirë. Edhe pas pak ditëve është Krishtlindja. Edhe besoj se është një simbolik shumë e mirë dhe shumë e fortë e reflektimit që duhet të kemi në marrëdhënie me Zotin, edhe në marrëdhënie me njëri tjetrin, edhe patjetër që kjo vizitë përkthen më së miri urët e komunikimit të vllaznisë që ne kemi me njëri tjetrin. Patjetër që duam të falenderoj përzemërsisht atë Aleksandër Petanin edhe të dashurin atë Nikola Petanin për bashkëpunimin e hershëm që ne kemi me njëri tjetrin, por me zemër të madhe, them, që është një mirësi shumë e madhe që sikurse kjo buqet me lule që zbukuron çdo ndjenjë tonën, ashtu edhe kjo vizitë e zbukuron myftirinë e Shkodrës, edhe e zbukuron këtë mozaik të bashkëtesës edhe të harmonisë ndërfetare në vendin tonë. Jam shumë i gëzuar për vizitën tuaj edhe është një nder për ne.
vim për të vizituar edhe për t'ju përgëzuar për bashkëpunimin e madh që keni. Ju them shpeshherë njerëzve që ky bashkëpunim që kanë komunitetet fetare në Shqipëri është i rëndësishëm, po jo vetëm në planin etik, po është i rëndësishëm edhe si pjesë e sigurisë kombëtare. Pa një bashkëpunim, pa një bashkëekzistencë, harmoni ndërmjet komuniteteve, as vendi jonë nuk do ketë të ardhme. Kjo është diçka jashtëzakonisht e rëndësishme, dhe është e rëndësishme se duke respektuar njerëzit e tjerë, ne respektojmë edhe veten tonë. Unë le them shpeshherë që mënyra se si ne sillemi me tjerët tregon se kush jemi ne. Dhe komunitetet fetare kanë pas një bashkëpunim shumë të mirë, gjë që tregon të edhe njerëz me besime të ndryshme mund të jetojnë harmoni e në paqe me njëri tjetrin. E një nga shembujt është edhe Shkodra, një shembull që frymëzon dhe qytetet e tjera, dhe siç është thënë vazhdimisht, po duhet ta përsërisim se disa gjëra duke u përsëritur nguliten më shumë, është nga të paktat gjëra që ne mund të eksportojmë edhe në Europë. Kjo bashkëekzistencë fetare ndërmjet gjithë komuniteteve. Falenderoj myftiun e myftnisë historike të Shkodrës për gatishmërinë për të na pritur dhe i uroj suksese në jetën e tij edhe në shërbesën që bën. Sepse shërbesa nuk është e lehtë, kërkon devotshmëri, kërkon durim e kërkon këmbëgulje, po mbi të gjitha kërkon dhe i besim të madh tek Zoti. E duke besuar tek Zoti, besojmë për një të ardhme akoma më të mirë. Ju falenderoj për mikpritjen. Unë do të shtoj një fjalë që ma tepër edhe për praninë e medjave, që ne në Shqipëri jemi me fat që kreu i Kishës Ortodokse është sot fortlumturia e tij Johani, një trashëgimtar idej i plakut të urtë me mjekër të bardhë, fortlumturisë së tij Anastasit, i cili na ka dashur edhe e kemi dashur, edhe me cilin kemi pas një marrëdhënie të mrekullueshme, dhe që për herë në takimet tona ka rrezatuar me urtësinë e tij, me dijen e tij, me largpamësinë e tij. Edhe sot besoj se Kisha Ortodokse e Shqipërisë, po edhe krejt vendi jon, është me fat që në krye të Kishës Ortodokse autoqefale shqiptare është fortlumturia e Johani, një burr i urtë dhe një njeri vizionar, edhe që patjetër në drejtimin e tij do të kemi bashkëpunime edhe një të ardhme edhe më të mirë në atë çfarë duhet edhe çfarë kemi për detyrë ne si komunitete fetare. Unë i kam ndjek disa prej mesazheve të urta të fortlumturisë së tij, i ka përcjellë edhe atë Nikolës disa herë, duke i thënë që këto mesazhe janë mesazhet tona e mesazhet e tij na përfaqësojnë të gjithëve ne, sidomos ato tema edhe mesazhet të urta për ditën e pavarësisë, mesazhet për familjen, por jo vetëm. Edhe në këtë kontekst besoj se ajo që vjen do të jetë edhe më e mirë, edhe roli i komunitetit fetare patjetër që është vendimtar në shumë rrugtime të kombit. Edhe ju falenderoj përzemërsisht, edhe jeni të mirëpritur në çdo moment në zyrën tuaj, në shtëpinë tuaj këtu në Shkodër. Faleminderit. Faleminderit. Jo vetëm neve si klerik, po edhe besimtarë, ne kemi nevojë, siç thatë ju më përpara, kemi nevojë për një ditë si vinë disa herë ta vizitojnë. Edhe sot ne jemi mësuar, ne jemi mësuar gjithmonë në takimet e përdiqme, përmuajshme, në për telefona si do bëjmë këtë, si do bëjmë këtë. Patjetër. Falenderoj për çdo, jo vetëm juve, por edhe komunitetin tuaj, musliman Shkodër, siç thotë Aleksandri, është komunitet i rëndësishëm me vlera, që bashkëpunimet tona patjetër do jenë të vazhdueshme, sepse Patjetër. fortlumturia e Kryebiskopi Anastas kishte një fjalë, në qoftë se Zoti është me ne, kush mund të jetë kundër nesh. Në takimin e radhës, Zoti Johani u prit në katedralen katolike të Shën Shtjefnit nga Dom Vlash Palaj, famultar i Kishës Katolike në Shkodër. Pas një vizite në ambientet e brendshme të kësaj katedrale, takimi vijoi në rezidencën e famullisë. Kryebiskopi Johan dhe Dom Vlash Palaj theksuan rëndësinë për kujdesin e përbashkët dhe marrëdhënieve të mira bashkëpunuese mes dy komuniteteve, ati ortodoks dhe romano-katolik.
Për Media Ngjallja, nga Shkodra, Djakon Aleksandër Dimroçi.